Pas protestës të mbajtur të dielën nga banorët e Kaqinarit kundër ndërtimit të hidrocentraleve në zonën e tyre, ata zhvilluan një takim me kryetarin e Bashkisë Mirdit Albert Mlyshi. Diskutimet u fokusuan në shqetësimet e komunitetit mbi ndikimin e heceve në mjedis, ujin e pishëm dhe jetesën e banorëve. Gjatë bisedës, banorët kërkuan ndalimin e menjëhershëm të punimeve dhe shfuqizimin e lejeve të dhëna, duke argumentuar se ndërtimi i hidrocentraleve po rrezikon ekosistemin dhe të ardhmen e zonës. Automatikisht do të bllokojë punimet. Një sekond. Do të hekë makineritë për që u bën 2. Do të prishë kontratën që ka bën pa dëshirën tonë me firmën. 3. E 4. Nuk ka të ligjor bashkia të lidhë një kontratë me një firmë private, me privatësinë, me tokën temë ose me mollanin temë, sepse na si kena kërku bashkisë për me lidhë kontratë. Na nuk kena firdi, ti na ke thënë se ti e firmën. Ku është e firmë? Pse në mos vjen firma këto me na kallëzu kush është me firmën e kush është kundra atij projekti. Pse nuk e kërkon ti sekretar bashkisë për çfarë i zgjedhën ti? Na nuk kena dalë Malta që si kena qenë budall. Kena dalë me ruj fen, kena dalë me ruj dignitetin, me ruj familjet tona. Për mua puna ato të shnohet, kjo të tërhiqet si kontratë e jashtëligjshme, e pa kërkume, e pa justifikume, këtu të fillohet. Nga ana e tij, kryetari i Bashkisë Albert Mlyshi u shpreh se do shqyrtoj kërkesat e banorëve dhe premtojnë se institucioni që ai drejton do të mbajë një qëndrim në përputhje me ligjin. Dhe pas konsultimeve me banorët, absolutisht nuk e duan atë lloj investimi nga firma koncesionare, kemi rënë dakord që më qenë se banorët nuk e kërkojnë, nuk e duan investimin e firmës, pra jashtë projektit të heceve, ai vendimi i Këshillit Bashkiak të tërhiqet dhe të jetë në atë pikë që ka qenë më përpara. Lejet për ndërtimin e 4 heceve në zonën e Kaqinarit në Mirdit janë dhënë në vitin 2019 dhe janë rinovuar sërish konform ligjit. Prej disa ditësh mjetet e kompanisë koncesionare kanë zbarkuar në terren, fillimisht në rihabilitimin e rrugës dhe kryer në një sër investimesh të tjera në zonë, konform kontratës së lidhur me bashkinë, të cilat kapin vlerën e 1.5 milion eurove, më pas do vijohet me ndërtimin e heceve, që sipas kompanisë nuk cënon mjedisin dhe burimet ujore, po jep zhvillim Kaqinarit duke ndihmuar në ekonominë e banorëve dhe zhvillimin e turizmit.